jam I gatshëm të zgjeroj. Në Kësaj kena me morë edhe përgjigjen mbas kuvendit. Po shkojmë edhe sot në seancën e kuvendit. Siç kam thënë herën e kaluar, konsiderim të kuvendit dhe qeverisë si në të kaluarën e gjithmonë, vështirë të bëhet pa një marrëveshje politike koalicionit I cili e përcakton, e definon edhe vendos shumicën parlamentare. Dhe ajo shumicë zgjedh kryetarin e kuvendit dhe zgjedh edhe qeverinë dhe qeverisë me vendin sipas mandatit ligjor të dhënë nga qytetarët e Kosovës dhe sipas ligjeve e Kushtetutës së Kosovës. Shpresoj e besoj ato që tash një kohë janë duke I thënë, njerëzit ta kuptojnë. Kjo është rruga që ndërtohen institucionet, kjo është rruga që bëhet politika gjithku në botë, kështu është bërë Kosovë deri me tani. Marrëveshje politike duhet të ndërtohen para se mu fut në kuvend dhe ajo shumicë pastaj udhëheq në ndërtimin e institucioneve. Prej kryetarit të kuvendit e den qeveri. Dhe po pres dhe po besoj që kjo shumë shpejt do të ndodhë sepse kjo është interesi I vendit tonë I Kosovës. Për më tepër, besoj masi të kryhet seanca, jam I gatshëm të zgjeroj.